Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se këtë fundjavë do zhvillojë një takim me presidentin amerikan Donald Trump në Florida. Takimi deri tani nuk është zhvilluar. Në kuadër të përpjekjeve intensive diplomatike për t'i dhënë fund luftës gati 4 vjeçare mes Ukrainës dhe Rusisë. Zelensky deklaroi se në qendër të bisedimeve do të jenë garancitë e sigurisë për Ukrainën, se dhe një plan paqe me 10 pika, i cili sipas tij është 90% i përgatitur. Gjithashtu, do të diskutohet dhe për marrëveshje ekonomike, ndosë presidenti i Ukrainës theksoi se ende nuk është i sigurt nëse do të ketë një finalizim të menjëhershëm. Një nga temat më të ndjeshme që do shtrohen në takim janë çështjat territoriale. Moska ka kërkuar që Ukraina të heqë dorë nga territoret e mbetura që kontrollon në rajonin e Donbasit, kërkesë që Kievi e ka refuzuar. Aktualisht Rusia kontrollon pjesën më të madhe të Luhanskut dhe 70% të Donetskut. Zelensky theksoi gjithashtu se përfshirja e Evropës në procesin e paqes është e domosdoshme, por shprehu dyshime nëse kjo mund të realizohet në një afat shumë të shkurtër. Duhet të gjejmë së shpejti një format ku jo vetëm Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara, por dhe Evropa të jenë përfaqësuara, u shpreh ai. Deklaratat e Zelenskit vijnë pas kontakteve të fundit me dërguarin special amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dhëndrin e Trumpit. Në ana tjetër, Kremlini konfirmoi se dialogu me përfaqësuesit amerikan ka nisur dhe do të vazhdojë pas takimeve të zhvilluara në Florida nga emisari rus. Ndërkohë, situata në terren mbetet dramatike. Në Kharkiv 2 persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosen nga një bombë ajrore ruse që goditi një rrugë të frekuentuar. Sulme të tjera janë raportuar në rajonin e Zaporizhzhas, në rajonin Uman edhe Mykolaiv, ndërsa pjesë të qytetit të Odesës mbeten pa energji elektrike pas goditjeve me dron. Në të njëjtën kohë, Ukraina njoftoi se ka goditur një rafineri të madhe nafte në rajonin rus të Rostovit, duke përdorur raketa Storm Shadow të furnizuar nga Britania e Madhe si pjesë e strategjisë për dëmtuar të ardhurat energjetike të Rusisë. Takimi Zelensky-Trump shihet si një moment kyç në përpjekjet ndërkombëtare për paqe, po dallimet e thella mes kërkesave të Moskës dhe Kievit vazhdojnë të mbeten pengesa serioze drejt një marrëveshje përfundimtare.